Abdigjikot e marëm prom që nuk do të ketë në nështrem, do të shohim çka do të thëtë PDK-ja mas këtyre deklaratave ose edhe mas deklaratës kursit. Sigurisht edhe PDK-ja do të nënshtrohet. Jo, nuk e besoj që as PDK-ja nuk do të nënshtrohet, po kjo do të jetë qëllimin. Do më thonë, momentin që shohim që ka qeveri para presidentit dhe s'ka marrëveshje para prake, zgjedhjet janë alternativa. Mos të harrojmë se edhe herën e kaluar, Zoti Kurti eci përpara me kryetaren e kuvendit, me Severin, por u kthye mbrapa duke hapur edhe pozicionet për kryetar kuvendi, edhe pozicionet brenda Severis për të pasur një marrëveshje për presidentin. Edhe tash mund të shkoj edhe në këtë, pra se tham, është edhe një opcion, po është edhe kjo si mundësi. Po mënyra propozimet, mënyra që ju propozojnë edhe mënyra që i thërret, e të regon që donë në nështrem. Do më thonë nuk donë bashkëpunim të hapun me opozitën, po donë në nështrem. Mënyra që shiftojnë... Ka vota më tepër se gjithë të tjerët bashkë. Edhe njerë? Mund sillet edhe pak me arogancë se ka vota më tepër se gjithë bashkë. Po nuk i ka votat për presidentin, edhe kjo duhet me të qumë një marrëveshje, ose do të shkojmë në një cikël të pafund zgjedhjeve dhe sa erdel Albin Kurti i pari, na do të kemi një cikël zgjedhjeve që do të vazhdoj pafundësisht. Zoja Malisi, s'japin shumë shprehës këto deklarimet fillestare? Jo, këto deklarimet fillestare, po mdokret na të regojnë paraprakisht se kaq do të shkoj rruga, ose cili është qëllimi i vetëvendosjes. Une menoj që të e njoftë, sidomos të 2 vitet e fundit, sjelljen e vetëvendosjes për shkak se kemi shkuar në një periudhë shumë të shkurtër në 3 palë zgjedhje, unë menoj që skenario ose teatrat e lëvizjes vetëvendosje do t'i shohim sërish në kuvend. Të gjithë e dim sekretari i kuvendit është diçka që i takon, se është kushtetuese, do me thonë, ka dalë partia e parë, i takon... I takon propozimi, por mund të vendoset edhe dikush tjetër. Kemi pas edhe me herët raste tilla, kur Zonja Osmani nga partia dytë ishte propozuar nga vetëvendosja dhe ishte votuar. Por ka pas edhe atëherë një farloj marrëveshje ku me shku mas ati propozim ose mas vendosjes e Vjosa Osmani, dhe më thonë ka qenë çështja më bajo presidente. Kështu që unë shoh pak mundësi të krijimit të institucioneve, do më thonë eksakt të krijimit të institucionit të presidentit, po folim se na në zgjedhje kemi shku për president, nuk kemi shku për qeveri. Për qeveri ta thojnë sërish se i kanë numrat, do më thonë mund me pas andër këtë parullën se ne i kemi numrat për qeveri me vetë pashin që i kanë 53 deputet, shto këto komunitetet jo shumicë serb, ata i bojnë gjatë e nishin ose gjatë e dyshin për sa ju duhet për qeveri, po problemi është të çështja e presidentit, sa ka vullnet lëvizja vetëvendosje si çështjen e presidentit ta zgjidh. Do me thonë, ta zgjidh në kuptimin si ju përshtatet edhe partive tjera, jo si përshtatet vetëm lëvizjes vetëvendosje. Po thonë, a partijak, dhe s'ka problem. E dëgjova edhe dja, për kur e pat këtë deklaratët tash kur tha partijak, mu kujtu sërish emri i Peride Rushitit që mund ta përdorin sërish... Liderës është shoqërisë civile si pas cilësimit të Zotit Kurti. Po, lidere. Nuk e dia ka pas zgjedhje për lider të shoqërisë civile, por... S'ka pas kur zgjedhje, edhe s'ka pas kur lider. Vendosja do titoj që... Do me thonë, realisht mu kujtu a jamër dhe merë dhe pastaj edhe akuzat që sidomos i kanë pas në drejtim të Partisë Demokratike në atë kohë se qysh Partia Demokratike ose gratë e Partisë Demokratike nuk janë bështetën Peride Rushitin për shkak se ato në një moment të caktuar kanë bështet, janë bo foto me ta kur ajo ka marrë mirënjohje për kontributin e saj. Mi për mos të harrojmë që këto kur të vish në kuvend dhe kur të vish për të çështje duhet marrëveshje politike, pastaj s'ka rëndësi emri, ka rëndësi ti a ke bo marrëveshje me partit për me konë që kjo emën as ke bo marrëveshje. Nëse nuk ke bo marrëveshje, nuk mund është me akuzu kërkan, ose mi thonë, votoma, se une po du që ta votoma se ti e ke pas shok edhe shoqe. Partit nuk funksionojnë ashtu. Funksionojnë as politika ashtu. Dhe në këtë prizëm, une po shoh një skenar që sërish do më nga qfu drejt edhe një palë zgjedhje. Ndoshta nuk është ende i kënaqur me këtë rezultatin që ka ra pak, do më thonë ka ra numri votuesve. 134.000 vota brenda vendit, ose në përgjithësi... Në përgjithësi ka hub... Bati 100.000, i ka hub 5... Se u zbut pak me vota që erdhen nga diaspora, por i ka humbur 4 deputet, po sidomos numri i qytetarëve që jetojnë në Kosovë,
134.000 nuk kanë votuar për lëvizjen vetëvendosje, 37.000 Dhe kjo për PDK. tregon, do më thonë kjo sabotim që i është ba lëvizjes vetëvendosje, tregon se qytetarë me gjithat ka nisë me pa ku është defekti dhe kush është gabim në këtë vend. Që gabim të gjithë pëthejmi që është mënyra se si po qeveris dhe mënyra se si sillet. A mund të themi se po e shojnë qytetarët kush e ka gabim dhe po vazhdojnë të votojnë me gjitha ato dhe 42-3% lëvizjen vetëvendosje shumë se sa gjitha partit tjera. Me rëndësi është ka fillu, adin është rëndësi kur të fillon trendi, sepse kur ti je në kullëm dhe fillon trendi i ramjes, atër diçka nuk është në rregull, se kjo parti ka fitu shumë, kjo parti Adriatik ka fitu shumë pa bo kur gjë heq, është e çuditshme, me mënyrën se si e ka bo propagandën ka fitu, se nuk është që na mujna një projekt konkret, unë e kësaj qeveri që mëj me thonë e ka bo qitë projekt. Unë kisha pos qef qeveria vendit tem, me jetës projektet, me jetës shpi vend për para, se të ke funit, unë jetoj qëtu, paguj taksa qëtu, familja jam jeton qëtu, dhe do më thonë nuk kam qëllim me jetu dikon tjetër. Mirë po, unë nuk di qka mëj me thonë, po, këtë punë të mirë e ka bo qeveria Kurti. Nuk e ka bo. Edhe këtu vjen një moment që edhe qytetari e she, por të pas parasysh se ka pas vota shumë dhe ka fillu me ra, kjo është element i mirë. Pavarësisht që sështë të frigonin, në rrethana normale, do të duhet të frigonin zotin Kurti nga shkuarja sërish në zedhi. Mirë po, unë e menoj që kjo Mos po beson që edhe në subjekte tjera politike, si stonte edhe zoti Abdiziku mbrëm, ne këto përleshjet e brëndshme ose zëngat e brëndshme mund ta inkurajojnë zotin Kurti për të shkuar së zedhi. Unë e menoj që Kurti në kokën e ti e ka një lloj strategjie në mënyrën se si e bën propagandën që me mujt me të rjek ata votus që si ka pas në këto zgjedhje. Dhe me thonë me mujt, a i ndërran me pas atë 60% që nga po sa të nëtanë që me pas dhe posin e presidentit, pasaj mësë pas problemi që mënyrën se si me zgjedhje. Pra, ka me munu me gjetë një strategji që i konë venon ati që me që sërish vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Zoti Korani, po e shojmë edhe çka tha për këtë çështje zoti Abdiziku dhe do ta kemi më të qartë pra edhe si pozicionime të subjekteve politike, është video numër 11. Unë kam shpjegim pëse këto 2 ditë kanë ndryshuar ky qëndrim. Ajo lidhet më pas me zhvillimet e brendshme të LDK-s, po për cilat flas më vonë. Po zhvillimet e brendshme të LDK-s kanë mundur që ndikojnë në këto qëndrim. Inkurajojnë këtë pozicion. Sepse ky pozicion ndërkon zgjedhje. Nëse vazhdohet me këtë logjik të zonjës Nagaci dhe zonjës Haxhiu, shkohet zgjedhje. Ky pozicion e përjashton marrëveshjen politike, rrjedhimisht na kthen në pozicionin e njëjtë për të cilin LDK-ja nuk mund të bëj kompromis, që është marrëveshja politike para kusht, vlerë parimore për stabilitet institucional, por është, po them edhe një herë, është mos leximi sakt i tërësisë për skenën politike, atë dënimin që na jep qytetarit gjithëve, më shumë dikuj që i hup 100.000 vota. Pozicion që shën zgjedhje sërish, po thotë edhe drejt për drejt zoti Abdiziku. Paj, që kjo tradit politike e theksimit të kërkesave, e theksimit qëndrimeve, kushteve, kjo tradit është tash rojt historike të saj na i kuptojmë. Tradita jonë politike o dalë prej situatave të konfliktit. Edhe ti me qenë se jenë konflikt me një palë me cilën s'ki komunikim, ti komunikon